gjë nuk ndodhi. Unë kërkova, do me thënë, të shtyej seanca, sepse nga që kam mbajtur te IEPV-ja 2 herë, një herë Erioni ka qenë i sëmur, duke marrë surum, kurse herës tjetër realizova. Biseduam, por jo të mbaronim të rësisht dhe nuk vendosëm se çfarë do të thoshim për seancën e sotme. Kështu që unë sot kërkova shtyrje. Dhe kjo është e drejta ime. S'ka të drejta askush të më mohoj atë që mua më takon. Jam unë avukatja. Keni përmendur një taksi sot gjatë seancës? Po, taksin e përmenda sepse unë kam paguar 2 herë, unë nuk kam mjet, do me thënë transporti, dhe kam marrë taksin dispozicion. Dhe kam paguar 80.000 lekë, 4 dhe 4, i kam ato me vete. Kështu që unë seanca më bën, do me thënë të gjitha seanca që kam bërë, një 30.000 lekëshe. Unë më shumë kam dhënë se sa kam marrë. Për këtë, do me thënë, duhet ta ketë parasysh gjykata, që ne nuk na paguajnë ashtu siç duhet paguar e pare punës, dhe e dyta, dhe kur ne i themi gjërat hapur që kjo është realiteti, ajo prapë e bëri atipike. Do me thënë, kjo është përgjigje, tha atipike. Nuk është atipike, po është tamam, jetike. A e bët ju mbrojtjen sot, zotin Veliaj, a paraqetet mbrojtje? Po çfarë ishte kjo që thash deri tani, nuk ishte mbrojtje? Unë i kërkova kohë gjykatës, i kërkova kohë gjykatës, i kërkova dhe që gjykata ta pajisi, do me thënë, të mbrojturim prej meje, me një laptop, pa internet, dhe me një USB t'i japi të gjitha, sepse ai kërkon që të njifet me dokumentat, janë njohur gjyqtarë, ata, avokatët. Po avokatët janë njohur për veten e vet, unë s'mundem t'i them tani 60.000 faqet, t'ja them Erion Velis përmendesh. Nuk mundem vetë t'ja them. As nuk mundem të ngarkohem dhe të shkoj t'ja çoj. Po klienti i mbrojtje për ju si veproi sot? Çfarë që ndodhi mbajti? Kërkoj përjashtimin e gjykatës dhe gjyqtarja la dhe kohën. Kështu që seanca tjetër është në datën 9 në orën 12. U largova. Çe drejtë e tia, për atë nuk flasun. Mua më pyesni për Valentinën, ç'bëj unë për punën time. Se ç'bën Erioni, pyesni Erionin. Faleminderit, miru pash.